gjërat kryesore ku ti ndihesh mirë dhe nuk e ke atë energjinë që tjetri vjen për të sulmuar dhe gjen format që të nxjerri, se zakonisht janë pasiguritë e veta që ti nxjerr tek. Edhe unë kështu e quaj që suksesi më i madh ishte se ne asnjëra nuk e pam veten në panel sikur ishim konkurrente me njëra tjetrën. Edhe sikur mund të kenë ndodhur në tryezën e parë ose të dytën derisa e njohitëm njëra tjetrën, madje për atë debatin që bëm me Dalinën, unë i thash Dalinës që Dalina, më mirë mos e bëjmë se shumica e njerëzve do të sulmoj ty, jo mua. Dhe Dalina tha, nuk ka problem. Edhe madje më tha faleminderit që ma the, sepse unë ja thash që në fillim po desha dhe mund ta shmangim. Megjithatë, ajo kaloi, Dalina kishte mendimin e vet, sot shumë gjëra mundet. Sot shumë mirë flasin anglisht. Shumë veta flasin anglisht dhe ne luftojmë që edhe në diasporë të flitet shqip. Jo, ke të drejtë. Puna ime është fundit misioni im. Patjetër. Me edukim, por që rëndësi ka që ne nuk kishim atë paragjykimi që dëgjon do dalë më mirë se këto, ose se cila nga ne nuk e kishim. Dhe kjo për mua është gjëja më kryesore, qoftë në veshje, qoftë pamje, se ne femrat kemi dhe probleme shumë dhaja, kush të duk më bukur. Dhe ne mundoheshim, unë nuk e haroj njerë që më tha Fatma, dëgjoj se të ka shkuar i qi ky lav si shtrëmbë, edhe dëgjoj hajde ta rregullon. Pra një dëshirë e madhe që të katrat krijonin në një katër. Të gjitha të ishim shumë mirë. Dhe po mos ishte kjo gjë dhe një lloj kimie organike, se dhe kjo kimia biologjike është shumë e rëndësishme. Edhe pikërisht kjo e bëri atë që njerëzit edhe sot na mbajnë mend.